Të nderuar shikues, mirëmbrëma, jemi sot në podcastin e ditës së martë, në podcastin në platformën digjitale Okult, që transmetohet çdo të martë, të mërkur, të njëjtë dhe të shtunë në platformën e YouTube-it të kanalit të Top Channelit. Para se të filloj dhe të prezantoj dhe të ftuarin ton, dua t'ju them, t'ju njoftoj që është hapur një klinikë e re për ata që s'na kanë ndjekur këto kohët e fundit, që quhet Premium Clinic. E keni këtu ke rrugë Kosovarëve, kur vjen nga diga e liçenit, sa kalon 150 metra ke rrugë Kosovarëve, aty në krah djathtë duket po ta ktheni kokën, ku ikën në drejtim të Lëbonit, është një lokal atje, duket Premium Clinic, është një poliambulancë me të gjitha shërbimet ambulatore atje që janë në një ambulancë, ka pothuajse nga të gjithë mjekrët e çdo zhanri të smundjeve të ndryshme të trupit, ku mund të konsultoheni me ta dhe mbi të gjitha të bëni analiza në laboratorin modern të kësaj klinike që drejtohet nga profesoresha Marsida Duli dhe nga miku im profesori Qamil Dika. Gjithë familja ime aty shkon kur ka ndonjë problem për konsultime dhe sidomos për analizat moderne dhe të sakta. Mirë, vazhdojmë me emisionin, jemi me të ftuarin Olsi Asxhi. Sa herë vjen Olsi, ka polemika, ka shumë njerëz që e duan, ashtu siç ka dhe shumë njerëz që e kundërshtojnë dhe e luftojnë për shkak të një mungese të një komponente nacionale që ka pasur Olsi në daljet e tij, ku ka qenë shumë e theksuar komponentja fetare, muslimane, dhe në fakt, kush e ka ndjekur Olsin që nga fillimi e deri më sot, ka filluar atë të parën ta forcoj pak komponenten nacionale. Jam rehabilituar, jam penduar. Sepse njeriu në rini është shumë revolucionar, kur piqet e kupton që kombi nuk ndrohet asnjëherë, dhe mbi të gjitha është kombi, gjua, raca. Pastaj vijnë të tjerat, feja, është familja, kombi. Këto janë gjua, raca, kultura. Këto janë superioret që nuk mund t'i ndrosh dot, nuk mund t'i zgjedhësh dot. Fenë e zgjedh besimin. Dhe të tjerat i zgjedh, por këto nuk ndrohen kur, dhe Olsi ka filluar ta kuptoj. Tashi Olsi ka një qasje pak më realiste se analistët e tjerë në lidhje me ngjarjet në lindjen e mesme, ku komponentja islame është shumë e fortë, dhe ndonjëherë sigurisht në syrin e shumë njerëzve duket që është dhe pak tifoz, ama është më mirë të jetë pak tifoz me më të dobtin që janë muslimanët, ku më të fortët aty janë sionistët e të gjithë botës që kontrollojnë gjithë pjesën e botës, sidomos pjesën perëndimore, e cila me në krye Shtetet e Bashkuara të Amerikës është në konflikt këto kohët e fundit me Iranin, ku Amerika dhe Izraeli, siç dihet, i kanë hapur luftë Iranit. Analizat tona përpiqen të jenë sa më të vërteta dhe nuk kanë lidhje me dëshirat tona. Kur ne themi që bie shi, nuk do të thotë që kemi dëshirë të bie shi, po kur bie shi nuk mund të themi e ka diell se unë dua diellin. Ne përpiqemi të themi të vërtetat, unë dhe të ftuarit e mi me të cilët unë edhe debatoj, sepse jam bashkëbisedues, megjithëse u them këtij njerëzve që unë do marr pak më shumë kohë, se bëj dhe pyetjet për shtjellimin, bëj edhe rolin e bashkëbiseduesit, edhe mos u mërzitni, kush mërzitet, tak, pultin dorë, ndro kanalin. Olsi, pas një marrëveshje paqe për 2 javë në Izrael dhe pas një dështimi të negociatave në Islamabad, ku nga Shtetet e Bashkuara mori pjesë J.D. Vance presidenti i Shteteve të Bashkuara, çka tregon për një vlerësim të lartë që ka bërë Shtëpia e Bardhë duke dërguar Vance presidenti në këto bisedime, nuk u morën vesh, siç thanë aktorët kryesor që janë Irani dhe Shtetet e Bashkuara, nuk u morën vesh për disa pika të rëndësishme, ndërsa për një sër çështje të tjera
ishin marrë vesh. Unë mendoj që këta janë të gjithë bashkë dhe synimi është të rritet zjarrit, të zmadhohet dhe të realizohet agenda Rockefeller 2030. Ky është mendimi im që unë nuk i lëviz dhe në fakt sot në luftë ka dy palë. Janë elitat botërore dhe shumicat shtresat e varfrat cilat duan t'i shfarosin nëpërmjet kësaj agende që filloi me pandemin e vitit 2019 dhe po vazhdon pikërisht sipas programit që ndodhet në agenda Rockefeller 2030. Por ne le t'i realizojmë, të heqim dorë pak nga makroja, si shkam qefun t'i shikoj gjerat, dhe t'ymë në mikro dhe të shikojmë se çfarë po ndodh në lindjen e mesme. Izraeli ndërkohë ka refuzuar paqen dhe gjatë kohës që u vendos armëpushimi, goditi Libanin, Beirutin duke shkatruar për cilin ne kemi folur me një të ftuar tjetër, me Ilir Kullën në bisedën e fundit. Olsi, si e shikon ti këtë tablo? Pse u bë kjo armëpushimi 2 javor? Mos duhet të mbusheshin ato raftet me predha dhe me armatime dhe me fisheke dhe me të gjitha ato mjetet e luftës, apo vërtet u bë për të biseduar për paqen dhe si mendon se do të ndodhë në të ardhmen e afërt? Do zgjerohet lufta apo do të shkohet drejt një armëpushimi dhe paqe qoftë edhe afat shkurtër? Fjala për ju, Olsi. Tani armëpushimi që ndodhi në ditën e 40 të luftimeve ishte një armëpushim i nevojshëm për boshtin judeo-amerikan. Për personat që kanë parë postimet në Twitter të ambasadorit amerikan në Jeruzalem, Mike Huckabee, Mavria tregon që pasi Irani ndaloi goditjet, ai shkreti doli nga bunkeri ku kishte jetuar për 40 ditë me radhë dhe postoi një foto të një krevati portativ dhe të qenit të tij, ku thoshte ka qenë një nga testet më të rënda të jetës time që të kaloja 40 ditë në bunker dhe me krevat portativ. Për amerikanët, lufta 40 ditore me Iranin ishte një luftë e tmerrshme, se përveç bombardimeve masive që aviacioni izraelit dhe amerikan i bëri Teheranit, duke kryer krime kundër njerëzimit, duke shkatruar mbi 700 shkolla, universitete, ura, stacione hekurudhore, fabrika, uzina, kombinate, duke shkatruar mbi 100.000 banesa dhe vrar njerëz në mënyrë masive. Në anën tjetër edhe kundër përgjigjja iraniane dhe aleatëve të saj, të Hizbullahit në Liban, të Huthive në Yemen, të milicive islamike në Iran, i shkaktuan amerikanëve dëme që ata nuk i kishin pritur. Lufta që nisi datën 28 shkurt, nisi si pasojë e mashtrimit që Netanyahu i bëri Trumpit. Për personat që kanë lexuar një raport që ka botuar New York Posti, tregonte që ishte Netanyahu ai që e mashtroi Trumpin, ku i tha që kjo luftë do të jetë e lehtë, do të jetë sigur lufta që bëm me Venezuelën, që rrëmbyen Maduron dhe u ndryshu regjimi. Me qenë se ra fjala urime për këtë kapelen, kjo është e kapelja që duroi Maduro kur ishte në burg me ato, apo? Po, kjo kapelja ime. Ja more Maduros kur ishte në burg, apo ku e gjeta? Po, ti e di që unë kam mirë me këta të FBI-t dhe shkova atje dhe e takova Maduron dhe ja mora këtë kapelen. Se Olsi se ka shumë budalenjore për talë që në ndjekin, edhe kujtojnë se është e vërtet, se edhe në Facebook o dha një promor këshu, ndoshta e ke para tyti, edhe usullën këta që se kanë sensin e humorit fare, usullën thanë, o mashtrus, o gënjeshtar, shneti të takosh Maduron në burg,
Po pse i gënjej shqiptar? Sa idiota ka rreth rotull vlla. Nëse vazhdo. Edhe dua të them që Trumpi u gënjye në këtë luftë, nga që ai mendoi që Irani është Venezuela. Por çfarë bëri Irani? Irani jo vetëm që goditi luftanijet amerikane, jo vetëm që dogji bazat amerikane në gjithë gjirin persik, por mbylli kanalin e Hormuzit duke shkaktuar një krizë globale nafte. Dhe të gjithë ne qytetarët e botës sot, nga Malajzia e deri ju në Shqipëri, jemi duke paguar haracin e Netanyahut kur shkojmë që të furnizojmë makinat tona me benzinë dhe me naftë, e që çmimi është rritur në mënyrë të llahtarshme. Në anën tjetër, Irani goditi këto regjimet kuislinge arabe, të cilat mbështesin Izraelin, sikur Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahreinin, Kuvajtin, Arabinë Saudite, dhe ekonomitë e këtyre vendeve tani më janë në një kolaps të paparë. Pra amerikanëve i duhej patjetër ky armpushim dhe do të theksojmë edhe diçka që objektivat e luftës që amerikanët me izraelitët kishin, të cilat ishin rrëzimi i regjimit, shkatrimi i Iranit dhe mposhtja një herë e mirë e boshtit të rezistencës i cili mbështet Palestinën, dështoi në luftimet që janë bërë ndërmjet Iranit dhe aleatëve të tij dhe Amerikës dhe Izraelit, ka patur shumë të vrarë në mesin e izraelitëve. Një nga frontet më të egra që ka parë kjo luftë ka qenë fronti i Libanit, ku Hizbullahi, duke përdorur teknologji moderne dhe me dron, ka shkatruar me qindra tanke izraelit. Dhe arsyeja pse Izraeli do të godasi Beirutin, sikur ju e përmendët, dhe Libanin me njëherë sapo amerikanët nënshkrojnë armëpushimin, do të jetë para se izraelitët nuk duan në asnjë moment faqe. Ata do donin që amerikanët ta vazhdonin luftën, por lufta ka qenë shumë e kushtueshme. Në këtë luftë 39 ditore, amerikanët shpenzuan rreth 39 miliard dollar. E dyta është që regjimet arabe po shkonin drejt kolapsit ekonomik prej mbylljes së kanalit të Hormuzit, por Izraeli që kërkon vetëm luftë provokoi dhe goditi duke kryer masakrën e Beirutit javën e kaluar, duke vrarë rreth 300 persona dhe plagosur rreth 2000 të tjerë. Ndërsa lufta, domethënë, ka ardhur në një armëpushim ndërmjet Iranit dhe SBA-s, ajo vazhdon me egërsi të madhe në Liban, ku Izraeli po mundohet që të avancojë për të pushtuar Libanin e Jugut, por që nuk po mundet ta bëjë dot si pasojë rezistencës së Hizbullahit. Tani në bisedimet që u bën në Islamabad me ndërmjetësimin e Pakistanit, ku sigur ju e përmendët, presidenti Donald Trump dërgoi J.D. Vancein, zëvendës presidentin. Arsyeja pse u dërgua Vanci është se e para iranianët nuk pranonin që të flisnin me dy agjentët e Netanyahut në qeverinë e Trumpit, që janë Jared Kushner, i cili është, si më thënë, nipi i Benjamin Netanyahut, dhe e dyta ky si e ka emrin, Steve Witkoff, Steve Witkoff, i cili është gjithashtu. Dhe për iranianët, ata i shohin të dy këta persona sigur janë krahu i djathtë i Netanyahut. Dhe ata kërkonin që të vinte Vanci për të bërë marrëveshje për një armëpushim. Tani palë iraniane kërkoi amerikanëve është katolik dhe ka shprehur nota pak kënaqësie ndaj Satanyahut, duke quajtur që e ke mashtruar presidentin Trump për situatën në Iran. Ka bërë disa insinuata
J.D. Vance është shumë anti-zionist, biles këtë ma kanë thënë edhe zionist që kam biseduar vetë, dhe ata e kanë shumë halë në sy, biles nga ky grupi i bisedimeve të iranianëve që ishin në Islamabad, iranianët kanë transmetuar që gjithë kohën që iranianët bisedonin me Vancin, Jared Kushneri edhe Steve Witkoff ishin në telefon me Netanyahun dhe qëllimi i këtyre dy personave në bisedime ishte që spiononin në Vancin. Sepse J.D. Vance, për ata që kanë dëgjuar edhe atë raportin e New York Postit, e New York Times, që më gabim, që në fillim kur Netanyahu i prezantoi projektin për të vrarë shokun e Hafiz Sabri Koçit, Imam Ali Khamenein, se duhet që t'ja përmend opinionit publik shqiptar që Imam Ali Khamenei, që Netanyahu vrau në datën 28 shkurt, ka patur mik Hafiz Sabri Koçin. Ish kryetar në Komitetin Mysliman. Ish kryetar në Komunitetin Mysliman dhe kur Sabria shkonte në Teheran në vitet 90, kanë patë ndarë edhe kujtimet e burgut në njëri tjetrin. Që ashtu sigur Hafiz Sabria vuajti në burgjet e komunizmit dhe bëri burg për Islamin, edhe Imam Aliu bëri burg për Islamin në burgjet e shahut. Dhe mbaj mend në vitin 96, kur Hafiz Sabria, nëse s'jam gabim atëherë më duket, kishte shkuar në Teheran, ka mbajtur një hutbe në Universitetin e Teheranit, ka falur namazin e xumas, e kishte bërë përshtypje se sa besimtar ishin iranianët. Gjithatë të dalte bisedimet e Pakistanit është që iranianët, nga që nuk i besojnë Kushnerit edhe Steve Witkoffit, që dy janë agjentët e Mossadit në qeverinë e Trumpit, donin që bisedimet bëheshin me J.D. Vance. Në bisedimet 41 orëshe që janë bërë, thuhet që iranianët kanë arritur në marrëveshje me amerikanët, ku marrëveshja nënkuptonte e para Irani do bllokonte programin e tij nuklear, por Irani në shkëmbim donte nga amerikanët një marrëveshje e cila do kalonte në OKB, ku amerikanët do të zotoheshin që Irani nuk do të sulmohet më, dhe që amerikanët do të bllokojnë Izraelin nga gjenocidi që ai bën në Gaza dhe në Liban. Dhe kur marrëveshja u arrit me 98%, në ato momente me sa duket Netanyahu i ka bërë presion Trumpit që këto bisedime mos të vazhdojnë, dhe ndodhi ajo që ndodhi, që bisedimet u prenë në mes dhe J.D. Vance u detyrua që të kthehet në SBA. Por edhe pse bisedimet janë prerë, po të shohim përfundimin e luftës 40 ditore, fitues është Irani. Nga që përpara luftës së 28 shkurtit, Irani ishte pothuajse i mbytur nga sanksionet e panumërta që amerikanët, por edhe aleatët e tyre kishin vënë fundër Iranit. Ndërsa tani pas përfundimit së luftës 40 ditore, Irani del në pozita më të fuqishme. Irani është kthyer pak a shumë në padronin e Gjirit Persik. Asnjë cistern nafte nuk del dot nga vendet arabe nëpërmjet ngushticës së Hormuzit, pa lejen e Iranit. Pa paguar taksë ke Irani dhe me $2 milion dhe me para kineze. Me jenë. Po, domethënë iranianët pagesat, domethënë për punën e pagesës është se iranianët e kanë, domethënë i kanë vënë kështu, i kanë vënë toll rrugës, sikur na ka vënë neve për shembull kastrati, kur shkojmë te rruga e Kombit që paguajmë atë 5 euroshin, edhe Irani për çdo cistern që kalon ka vënë toll prej $2 milion dhe pagesën e kërkon ose me kriptomonedë, me Bitcoin, ose me yuan, ose me rial iranian, por jo me dollar amerikan. Dhe domethënë fakti që Irani edhe pas 40 ditësh luftë vazhdon që kontrollon naftën e Gjirit Persik,
është diçka që po i tërbon Amerikanët dhe bankierët zionistë, nga që Irani ndërsa nuk e ka bombën nukleare që t'i bëj terror botës, ka bombën ekonomike nukleare, nëpërmjet të cilës i bën zbor si regjimeve kukulla arabe që mban Amerika në pushtet, ashtu edhe bankierëve zionistë, të cilët që prej luftës dytë botërore, kur Amerikanët morën në kontroll naftën e arabëve, ishin kënaqur duke bërë lek, duke marrë via dhe shitur naftën e arabëve. Olsi, më falë se të ndërpres, po Irani tash i ka kërcënuar në rast se sulmohen ishujt, ky kargu dhe ato 3 ishujt e tjerë, më të vegjël ka kërcënuar që do bllokojë ngushticën e detit Kuq, atje Bab el Mandeb, që quhet me juthit, ku garda revolucionare kanë kontroll, jo vetëm nga ana lindore e ngushticës për në detin e Kuq, ku kalojnë rreth 11% e naftës botërore, edhe të mallrave të tjera pa fund, ku lidhet Azia e Jugut me Evropën, dhe me Afrikën veriore që është buzdetit mesdhe, me vendet si Maroku, ku diun Tunizia, që hyn nga deti Kuq dhe çojnë gjithë mallrat e ndryshme, dhe nga ana e Sudanit dhe Eritreës dhe Etiopisë, Irani pretendon që kontrollon të dyja krahët, dhe nga krahu perëndimor, kontrollon këtë ngushticë dhe thotë që në rast se fillon sulmi toksor kundër ishujve në gjirin persik, Karg, kundër ishullit Karg, atëherë ne do të bllokojmë edhe ngushticën Bab el Mandeb, që del edhe në Oqeanin Indian kur vjen që nga Evropa. Irani kërcënoi për mbylljen e Bab el Mandebit dhe gjatë luftës 40 ditore, Amerikanët kishin plane të pushtonin disa ishuj iranian, sikur ishulli i Kargut, i Lavanit, apo janë 2 ishuj të tjera që Emiratet Arabe i pretendojnë nga Irani, por garda revolucionare iraniane në ato i kërcënoi Amerikanët, duke thënë që në rast se ju do të pushtoni ishujt tanë, e para ne këto ishuj do t'i djegim e do t'i vrasim gjithë ushtarët amerikanë, por Irani kishte plane kontingjent, ku sikur deklaroi edhe qeveria e Jemenit të Veriut, ata që njihen si Huthin, Huthin kishin mobilizuar 3 milion ushtarë të cilët do të pushtonin qytetin e Nadjranit në Arabinë Saudite, ndërsa milicit irakene dhe iraniane ishin përgatitur që të pushtonin Kuvajtin dhe ndoshta edhe Bahreinin. Amerikanët nuk e bën këtë gjë, nga që ky do ishte tmerr, nga që duhet të kuptojmë diçka që Amerikanët janë fuqi detare dhe ajrore. Nëse shohim konfliktet që ata kanë bërë, që kur ka rënë Bashkimi Sovjetik me luftën në Jugosllavi, pastaj luftrat kundër arabëve që kanë bërë, Amerikanët veprojnë si fuqi grabitqare. Ata vinë nga deti, sulmojnë edhe tërhiqen. Ata e provuan në vitin 2003 me pushtimin e Irakut që të bëjnë luftë toksore dhe ata lanë me mira të vdekur. Dhe Amerikanët e dinë që ata nuk kanë shanse që të bëjnë luftë toksore me muslimanët dhe në veçanti me iranianët. Biles gjatë luftës 40 ditore, iranianët i lusnin Amerikanët, i thonin please come closer, ju lutem afroni edhe pak. Se do më thënë këta edhe goditjet që i bënin kundër Iranit i bënin në distancë. Pra, unë nuk mendoj që Amerikanët mund të bëjnë diçka kundër Iranit, që të nisin sulm toksor, nga që ky do ishte tmerr, por e vetmja gjë që Trumpi donte të bënte në ditën e 39 të luftimeve, kur e pa që ai nuk po e thyente dot Iranin, ishte kur Trumpi bëri edhe atë deklaratën e famshme në Twitter, ku deklaroi që ditën tjetër do ta zhdukte qytetrimin iranian, pak a shumë duke lënë të kuptoj që ose iranianët do kapitulonin, ose amerikanët do përdornin bombën atomike kundër Iranit. Olsi, të pyes atje me vapën si jeni juve? Keni vap aty? Mirë. Se të shikoj me këmiq.
Po jam në tropikun këtu. Tu është gjithmonë vap. Po kështu në një ujë të mirë keni juve, për shembull, kemi një ujë spring në këtë, ti besoj e ke dëgjuar. Ky do të thot ekuilibër në trup, ekuilibër në mendje, dhe ky del nga burimi i vrizit që është në malin e Nemershkës në lartësinë 2500 metro dhe është një ujë që ofron hidratim maksimal dhe ndihmon në ruajtjen e energjisë dhe përqendrimit gjatë të gjithë ditës. Ka një standard të lartë higjiene në prodhim dhe në ambalazhim dhe duhet të them Olsi se ti ke kohë që ke ikur ande, ka ndryshuar komplet ambalazhimi, vetëm forma duket nga jashtë shumë e njëjtë, po ka tjetër ambalazh me një material më cilësor e më të fortë. Kur të vish tu Olso, do ta pim nga një ujë spring së bashku. Mirë Olsi, më fal për ndërprerjen, fjala për ju. Inshallah, ta pim ujin spring. Dhe që po thoja që amerikanët nuk kanë shanse që të bëjnë një luftë toksore apo ta pushtojnë Iranin. Lufta 40 ditore tregoi që qeveria në Iran është e fortë, populli është përreth qeverisë. Sigur e pam ç'a ndodhi nga data 2 deri në datën 5 prill, kur iranianët rrëzuan atë avionin F-15 dhe amerikanët nën preteksin që donin që të shpëtonin pilotin, nisën një projekt sekret i cili ku ata futën 155 avion dhe helikopter, ku projekti nënkuptonte që amerikanët do shkonin në centralin nuklear të Isfahanit dhe aty do vidhnin uraniumin e Iranit, por sigur e pam gjithë nëpër media, ky operacion dështoi ku iranianët u detyruan që të lënë mbrapa 2 helikopter Black Hawk edhe një avion Hercules, të cilët u goditën nga iranianët dhe u rrëzuan. E dua të them që amerikanët e panë që me një luftë konvencionale ata kishin shumë të vështirë të luftonin me Iranin. Në një tweet që bëri presidenti Trump, ku sulmonte një gazetar i cili kishte botuar të dhëna të këtij operacioni dhe Trumpi e kërkonte ta fuste në burg, ai tha që në momentin që ky lajm u botua nga, harrova se kush ka qenë media, Washington Post, nuk e di, tha nuk po përballeshim më tha me gardën revolucionare, po kishim miliona iranian që na godisnin. Domethënë kjo lufta 40 ditore rrëzoi të gjitha prallat që Meku dhe mujahidinët që ju keni në Shqipëri, apo që Edi Rama shpall në për postimet e tij në Twitter, ku thotë regjimi komunist do ta rrëzojmë, është antipopullor, vret popullin e tjerë. Budallat, si në Ukrainë, ka dhe i ministër të jashtëm, një debil që ishte atje ke Kombet e Bashkuara, edhe i, do më thënë kështu me patos, me entuziazëm, bën palë në kauza që ne s'na përkasin. Ne duhet të rrim të distancuar dhe të shikojmë punën tona. Rama e ka kthyer Shqipërinë në një nga vendet më anti-evropiane të kontinentit Evropës dhe më zionist, që nga Ferit Hoxha që ju e përmendët, që i ka vënë ministër të jashtëm, një nga ata fuksat e kohës së sigurimit që ka mbaruar shkollën për frëngjisht në kohën e Partisë Punës, i cili kur ishte ambasador në OKB ishte më zionist edhe se sa më ekstremiste edhe se sa ambasadori izraelit Dani Jalon, e deri te ky katundari Ermal Nufi, që ky vuri ministër të mbrojtjes tani, për personat që panë atë letrën që grupi parlamentar i Partisë Demokratike çoi në parlament, po që Niko Peleshi dhe Zarat e Ramës as nuk pranuan që debatohej. Ky Ermal Nufi që ka qenë nga këta priftrinte evangjelistë që kur shkojnë në për kisha dridhen, se thonë na ka hyrë shpirti i shenjtë edhe përplaset në tokë, doli që ky pas ka qenë zar i Ron Jafetit, personit që Rama ka dhënë të gjithë industrinë e ushtarake shqiptare, dhe Rama domethënë si çok edhe më tjetër për regjimin kriminal të Netanyahut,
shkon dhe cakton ministër të mbrojtjes, një zar dhe një agent personal të Mossadit izraelit dhe të Ron Jafetit. Me qënë se jemi këtu, se politikat antishqiptare që të bën. Rama ka ngelur pengi tyre, kupton? Sepse ka që më 98-99 kur ka ardhur në nivelet larta të pushtetit, ka qenë shumë i lidhur me këtë pjesë të politikës botërore në geopolitik, qoftë në qeverisjen e kryebashkisë, qoftë në kur u bë kryeministër, dhe shqiptarët tash janë duke paguar gabimin e rënd të mbajtjes së këtij në pushtet, siç e kam thënë, ky kërkon edhe 2 mandate të bëhet president nga populli me kompetenca të mëdha, ku mendoj marrëveshje aneksu me pjesën tjetër të oligopolit dysh Saliut, të bëjnë një marrëveshje që Saliut bërë një kryeministër që ta kontrollojë ai edhe të menaxhoj parat, kurse ky të menaxhoj pushtetin duke marrë kompetenca të gjera si president dhe të mbroj të kaluarën e vet shumë si mëkatar dhe t'ja hedhë lumit pasi mendon që me 2 mandate të presidentit, 5 vjeçar ose 7 vjeçar, varet si ka ndërmend ky ta bëni, qofse s'do ketë ndonjë goditje nga spaku e këto 2 vjet, dhe kërkon të lajë mëkatet nëpërmjet presidencës dhe të mbyll atë karrierën e vet politike. Por unë ju kam thënë shqiptarëve që unë do vë kandidaturën pikërisht për t'i dhënë dinjitet shtetit shqiptar, për të ndaluar në qoftë se do zgjidhet një president i fort nga populli, se këtë lloj presidenti edhe të ma falin të më thonë hajde do bësh, nuk pranoj kur, si ky Bajrami, po dhe si ata të tjerët më përpara që u vonë me kompetenca të sunguara, dhe të ndaloj, do përpiqem në fokus do kem ndalimin e migracionit të shqiptarëve dhe rritjen e standardit duke mos lejuar që të vidhet buxheti në Shqipëri me këto çmimet e larta që bëjnë këta për tenderat për investimet në veprat publike, sidomos në rrugë, në shkolla, në për pushtetin lokal. Do përpiqem t'i godas të gjitha krokodilët që vjedhin paratë e popullit shqiptar dhe të ngre pagat në sektorin publik, në arsim, në shëndetësi, në për dikastere, ku t'ju jap dinjitet shqiptarëve dhe do përpiqem të ngre dhe pagën minimale në sektorin privat duke luftuar ekonominë informale dhe duke rritur të ardhurat në buxhet nga ekonomia që nuk taksohet, që ka evazion tatimor dhe nga ekonomia gri që nuk ka hyrë fare në sistem, por që punon në ekonomi duke i futur me taksa dhe tarifa që mund të mbajnë peshën dhe duke nxitur investimet në biznesin e vogël dhe të mesëm dhe mbi të gjitha duke mbajtur shqiptarët tu të interesuar të mos largohen, duke u përpjekur të thres ata që janë jashtë Shqipërie të vinë të jetojnë këtu në vendin që na ka lënë gjyshit e së gjyshit tanë dhe të mos ja ulem këtë tokë globalistëve të cilët nëpërmjet njerëzve dhe mashave të tyre antikombëtare, siç është sekti anti-shqiptar i rilindjes, sekti kabalist i rilindjes me në krye Ramën, që t'i largojnë shqiptarët dhe të thresin të uajt në këtë vend të bekuar që pranon vetëm ADN ton. Nuk është shaka, nuk është ndonjë etje për karrierë, është një thirrje e detyrës që unë po kërkoj ta sfidoj këtë kryeministër që do mbahet mend si tradhtari më i madh i kombit shqiptar, duke larguar shqiptarët dhe duke bërë pushtimin e tokës shqiptare në mënyrë të butë dhe si ajo gjarë prej pa u ndjerë. Ky nuk është kryeministri ynë, ky është kryeministri i globalistëve, ky është antishqiptari më i madh i gjitha kohërave. Ky tallë sa të pash toptanin, po sa ti ka qenë shumë patriot. Po Olsi. Fredi, unë dua të them vetëm, domethënë të ndaj me ju vetëm një observim nga ajo që bëra kur isha në Shqipëri tani.
çfarë më bëri përshtypje kur dilje nëpër rrugët e Tiranës, se ti sigur e di unë kur vinë në Tiranë heci me motor pa paq, që Tirana ka shumë trafike dhe s'kam me çat lëviz. Ki kujdes, Olso, mos e thuaj këtë. Pse do më hedhin nga motori? Mos e thuaj. S'duhet ta di. Sa më pak ta di. Edhe do të them që më bëri përshtypje që rrugët e Tiranës, këta motoristat që shpërndanin pica, ishin indian. Dhe domethënë vura re që çka ka bërë regjimi Ramës, ka bërë një pushtim të butë të Shqipërisë, që shqiptarët ndoshta nuk e kuptojnë se çfarë po ndodh, por sidomos kur hecja natën nëpër rrugët e Tiranës, më dukej vetja sikur po hecja nëpër rrugët e Uttar Pradeshit në Indi. Domethënë indian, edhe ishin indian të zi, janë nga këta që vinë nga jugu Indis, se ka indian të bardhë, ka edhe të zi. Edhe më bëri përshtypje domethënë që çfarë po i bën Rama. Janë muslimanë të tu këta, Olsi. Jo, nuk janë musliman, shumë nuk janë musliman, shumë janë hindu, se i pash dhe unë i njoh. Po ti ishin musliman, do ishte gjë e mirë apo? Po musliman gjysmë të keqe të faktën se hajm ushqime bashkë i kemi halal, po këta hindusët janë halal. Jo vlla, kjo tokë duhet të jetë e shqiptarëve. Ne nuk urrejmë askënd. Çdo popull ka vlerat e veta, qytetërimore, kulturore, gjuhësore. Ne nuk urrejmë askënd, por ne duam Shqipërinë dhe shqiptarët mbi të gjitha, dhe kjo tokë duhet ngelet e shqiptarëve. As musliman, as të krishterë, as kush përveç se shqiptarëve duhet të jenë në këtë tokë. Të vinë të rinë si turistë, të vinë të punojnë përkohësisht në qoftë se ka nevojë ekonomia, me afat shkurtra, dhe sa të mbarojnë afatin, të ikin nga ky vend. Indianët po erdhën, nuk largohen më. Unë di shembullin e Kanadas, ku në kohën e Justin Trudeau, ai solli indian, dhe sot të vizitosh Ontarion. Largohen, se kur u bë zjarri u bë dhe masha dhe kacia. Largohen. Po duhet vinë ndonjë si unë presidentet që koshti se si largohen ata. Të vinë përkohësisht 3 muaj, 6 muaj, në këto momentet kur janë plazhet, kur janë këto, domethënë që ka nevojë ekonomia, nëse studiohet që ka nevojë për fuqi punëtore të këtyre, mund vinë 3 muaj, 6 muaj, jo pasaport, nuk ka lindi këtu, fëmijët marrin pasaport, jo. Kjo tokë është e shqiptarëve dhe do ngelet e shqiptarëve. Po të vinë ca si unë, po të zgjedhin tradhtar, le të zgjedhin edhe fëmijët e shqiptarëve, do kenë frikë të dalin natën nëpër rrugët e Shqipërisë nga këta tuajt, të cilët do organizohen, do grupohen dhe do vjedhin, do plaçkitin, siç ndodh në shumë vende të botës, sepse vinë shtrezat më të ulta dhe ato më në nevojë nga ato vende. Ata që janë mirë atje nuk vinë këtu. Prandaj shqiptar, keni kujdes, mos gaboni. Polsi. Fredi, kjo gjë do kërkonte një revolucion, nga që regjimi i Ramës ka ndërtuar bazën ligjore të atill, ku nëpërmjet kësaj baze ligjore, ky regjim po bën çmos për largimin e shqiptarëve dhe sjelljen në vend të indianëve, filipinezëve, të tjerë. Unë po të them domethënë. Indianët dhe filipinezët i duan gjuhishët, çifutët, Olsi. I duan si shtresa shërbëtor, sepse me ta nuk kam probleme. Dhe ja kam vënë si kusht Ramës që na sill nga këta dhe duan të vinë ndoshta 100.000, 200.000 çifut tu, dhe Rama i thot, adeu, jo, ai thot është këtu. Adeun, kush ta ka falur ty Ram? Ta ka falur Kristaqi, ta ka falur adeun ton? Adeu është i të gjithëve, nuk është joti. Qifton ti, këpjete ti, qifton, hajde rini këtu, jetoni këtu. Po shqiptarët ku të ven? Ti ikin ande shqiptarët, e të vinë tuaj tu, ky është misioni jot. Pra, Rama, çfarë po bën me sa unë vura re, dhe domethënë kur dikush qëndron jashtë vendit dhe vjen, arrin që i konstaton gjërat që një person që jeton aty nuk i konstaton dot aq mirë. Dhe domethënë mua çfarë më bëri përshtypje është që sikur ju përmendët, ndërsa Rama po e mbush vendin me izraelit, shembulli Ermal Nufit, Iron Jafetit e tjerë,
ku atyre po jep burimet ekonomike të Shqipërisë. Me rrezikshme është ka marrë me çifutët edhe bankën digjitale, ka hapur tash. Bankën digjitale. Kjo është shumë e rrezikshme. Ata do kontrollojnë tërë parat kur të dalë ligji për heqjen e parave fizike nga qarkullimi, ata do kontrollojnë gjithë bankën qendrore të parave digjitale shqiptare, ku sigurisht 70% është një kompani offshore ku mund të jenë këta kryesorët e rilindjes aty. Dhe që me qënë se dolëm të banka digjitali që ai ja ka dhënë zionistëve, ky pronari që po e bën këtë bankën digjitali është një nga këta hajdutrit që ka pat call center a më herët, dhe lajmi më i fundit i datës 12 prill, shikuesit tanë mund ta kërkojnë në gazetën Tema, me titull Projekt ligji ri kundër pastrimit të parave, rregullat e reja për deklarimin e valutës në kufi dhe kufizimi i transaksioneve cash. Që mund të grapisin kur ti del nga Shqipëria, më pak se 10.000 euro mund t'i marrin. Bravo. Qofse je i dyshuar. Qa po bën regjimi Ramos? Me Ministrinë e Financës ka finalizuar një projekt ligj të ri për parandalimin e pastrimit parave dhe financimit të terrorizmit. Ku pika më kritike është kontrolli paras fizike dhe kufizimi i transaksioneve. Deri tani, si pasojë e diktatit që Rama mori nga zionistët, shqiptarëve nuk i lejohej që të sillnin më shumë se 10.000 euro kur hynin në vendin e tyre. Kurse tani Rama autoriteteve doganore, domethënë policisë së kufirit, jep kompetencën për t'i blokuar fondet edhe kur shqiptarët kanë nën 10.000 euro, nëse ekzistojnë indicje për lidhje me veprimtari kriminale. Çfarë do thotë kjo? Ti je një gazetar, ke shkruar kundër Ramës në të kaluarën, ti shkon në Gjermani, puna jote ku i gjen lekët, vjen kthehesh mbrapa, ke 2.000 euro në xhep, regjimi Ramës do t'i vjedhë këto lekë. Ti je një qytetar shqiptar, do t'ikësh në Itali, ke 2.000 euro në xhep, se ti po e zëm në vit 1999, ku dëgjon, ke bërë një vjedhje, apo kanë vënë një gjob, a ke patë që kanë kapë me armë paleje, apo diçka e tillë, ose edhe me dyshime do më thënë, policia e antiterrorit ty të fut në listë si person anti-regjim, ta ty do të vjedhin lekët kur je në kufi. Se deri tani baza ligjore ishte që deri në 9.999 euro nuk thoni do të gjë. Kurse tani, çdo qytetar shqiptar, kur hyn apo del në Shqipëri, rrezikon që t'i konfiskohen edhe qindarkat që ka në xhep. Pra që po thoja më herët Fredi, domethënë këta Rama ndërsa paran po ja jep zionistëve, ndërsa i ka hapur vendin që ta blejnë zionistët, ndërsa burimet kombëtare të vendit tonë, ministria të gjithë, domethënë nga shëndetësia e deri te mbrojtja po ja jep zionistëve, nga Spitali Nën Tereza që furnizon në Shqipërinë me medikamente e deri te Ministria e Mbrojtjes, ky po ja jep zionistëve. Ndërsa ky sikur ju e përmendët, po sjell indian edhe filipines që do shërbejnë si shërbëtor për zionistët, ty në anën tjetër po ja nxin jetën shqiptarëve. Le të t'jap një shembull. Unë për shembull, kur kam qenë në Shqipëri, njihja shumë, domethënë djem nga këto fshatrat e Tiranës, të cilët shkonin dhe punonin në Malzi apo në Kroaci gjatë verës, punonin për 3 muaj. Punojnë nxez, cash. Dhe po e zëm, unë po do iki jam fshatar, unë s'kam as shkollë, nuk jam Ermal-Nuthi që të bëj Rama ministër, apo as nuk punoj për Ronja Fetin, unë do punoj në ndërtim, në Kroaci. Unë kur të kthehem pas 3 muajsh, që kam bërë 8.000 euro, apo 9.000 euro, dhe me këto para, unë dua që të mbaj me buk familjen time gjatë dimrit, sa mua do më vjedhin këto lekë në kufi. Se do më thonë mua ku i gjetet i këto lekë, sepse unë nuk i justifikoj këto lekë, nga që këto janë lekë cash. Këtu paguen shumica e punëtarisë në për Evropë. Dhe me këtë, çfarë bën ky? E bën që atë fshatarin e Tiranës do ta bëjë që mos kthehet më në Shqipëri. Qurse si ky e para. Pyetja $1 milion, Olsi, çfarë do ndodhë në lindjen e mesme së shpejti? Luftë apo armë pushim? Shkurt, se jemi në momentet e fundit, edhe ti e për të larguar.
Unë mendoj që do ketë luftë për sa kohë që ai që Ministria e Jashtme e Turqisë e quajti Hitleri i ri, domethënë për sa kohë Netanyahu do jetë në krye të Izraelit, ai vend nuk do shohë asnjëherë paqe, do ketë vetëm luftë. Qartë. Pyetja tjetër e shkurtër. Zoti Erdogan kërcënoi grekët në rast të hapjes së ndonjë lufte dhe ju kujtoi Izmirin e viteve 22, kur grekët sulmuan Anadolin në kohën e Kemal Atatürkut për të pushtuar pjesën perëndimore të Anadolit, dhe ju tha ju e mbani mend Izmirin shumë mirë. Çfarë po ndodh që po vringëllin armët Turqia me Greqinë? Shkurt, si e mendon ti, do të ketë konflikt Turqi-Greqi? Këto kohë ka pasur dhe disa luftë midis shërbimit sekret turk dhe Mossadit në Turqi. Ka pasur disa incidente, njëri quhet ai i Gurores Mermerit, ku këta kishin ngritur Mossadi një bazë operative për veprimtarinë e fshehtën në Turqi, dhe Tiku ka qenë në luftë me të fortën me Mossadin. Si e mendon, do zgjerohet konflikti kundër Turqisë, ku do përfshihet dhe Greqia së bashku me Izraelin dhe me Shtetet e Bashkuara? Benjamin Netanyahu e deklaroi në janar të këtij viti 2026 në një takim që pati me politik bërës zionist, që lufta e radhës e Izraelit do të jetë me boshtin sunit të vllazërisë muslimane që nënfupton Turqinë. Domethënë Izraeli thjesht po numëron ditët deri në zhdukjen e Iranit. Në momentin që do zhduket Irani, lufta e radhës është me Turqinë dhe Turqia e di këtë shumë mirë. Po. Olsi, kur të vish në Shqipëri, do të çoj në një dyqan aty afër Selvis, është dyqani i Usta Vasilit, dhe e ka Herbal World, është këtu pavajtur ke Selvia nga 9 kaqet kur ikën, krah djathtë, hoteli Stella këtu në Rrugic, përballë te nga krau tjetër është Herbal World. Dhe këta prodhojnë shumë esencra dhe vajra cilësor nga gjethet e bimëve të ndryshme. Për shembull, jep piper të zi Usta Vasilit, ajo tak ta bën vaj, që ti të mos rish tash 1 ton me piper të zi gjatë gjithë vitit me familjen, ajo ti jep 2 shishe dhe edhe nga 2 pika kur pi një çaj ose dhe ke gjithë piperin e zi brenda në trup me efektet e veta pozitive. Ose për shembull, do të luftosh parazitët, ja ku e ke, i ka bërë Usta Vasili me gjëra organike të gjitha, dhe këto kapsula antiparazit kanë brenda mbi 12 bimë medicinale shumë të fuqishme dhe luftojnë çdo lloj paraziti, siç janë lambjat, askaridet në zorët, sepse të gjitha sëmundjet vijnë nga zorët. Kjo ka 30 kapsula dhe pihen për 25 ditë të paktën që ti të pastrohesh nga zorët, sidomos edhe fëmijët, edhe të rriturit, sepse çdo sëmundje lidhet me parazit. Edhe në zemër, kur zemra të dobësohet, parazitët të sulmojnë zemrën. Po kështu tamthin, mëlçin, shpretkën, edhe trurin. Alzheimeri, një nga arsyet kryesore pse shkaktohet, është sepse përveç mungesës së yndyrës, sepse këta kastile ju thonë, mbajeni kolesterolin e ulët, mbani, jo, kolesteroli duhet i lartë, duhet të jetë 160, 170, 180, që të mbrosh edhe zemrën dhe trurin pa yndyrë, 1/3-30% e ushqimit duhet të jetë yndyrë e mirë, siç janë dhjamrat e baktive që hanë në mënyrë organike, siç është qalpi i mirë i përpunuar në mënyrë me pastërti. Pra, mos ju ndani Herbal World dyqanit, ku kini nga të gjitha, këtu ka vajare, disa nga produktet pra shtrydhurara, ka dal vaj. Këtu kini vajin e linit, e tjera për të cilat ne do të flasim vazhdimisht. Në qoftë se doni të jetoni gjatë dhe pa dhimbje, bëhuni alkimist jetës tuaj me produktet e Usta Vasilit.
Olsi, unë mendoj ta mbyllim këtu dhe kur të vish do të bëj 2 dhurata nga këto prodhimet e Herbal World, sepse do të kënaqesh shumë aty në Malajzi kur të shkosh, ti përdorësh gjatë gjithë vitit. Faleminderit shumë Fredi, faleminderit për ftesën. Unë mendoj ta mbyllim, ishte kënaqësi biseda Olsi. Faleminderit. Miru pafshim në takimin e nesër në të njëjtën orë këtu në kanalin e YouTube-it të Top Channelit. Nga unë, Alfred Sako, nga podcasti Okult, natën e mirë dhe miru pafshim.